Një ngjarje e rëndë është regjistruar rreth orës 2:30 duke kthyer kjo e premte në zonën e Fush Dukatit, ku 4 betonierë të tonazhit të rënd janë përfshirë nga flakët brenda një kantieri pune. Sipas burimeve paraprake, mjetet kanë qenë të parkuara në ambientet e kantierit në momentin e ngjarjes. Mjetet ishin në pronësi të Blerti me Hillaj. Menjëherë pas sinjalizimit në vend ngjarje kanë bërritur forcat e policisë dhe shërbimet zjarfikse. Flakët janë përhapur me shpejtësi, ndërsa ngjarja ka ngritur dyshime të forta për zjarrvënie të qëllimshme. Efektivët e policisë dhe grupi hetimor kanë nisur me njëherë veprimet për zbardhjen e plotë rrethanave të ngjarjes. Burimet nga policia bëjnë me dije se janë sekuestruar kamerat e sigurisë të kantierit me qëllim sigurimin e pamjeve që mund të ndihmojnë në përcaktimin e shkakut të zjarrit dhe identifikimin e autorëve të mundshëm. Hetimet vijojnë ndërsa pritet nga pamjet filmike të hedhin më shumë dritë për të përcaktuar nëse bëhet fjalë për një zjarrvënie të qëllimshme apo për një ngjarje aksidentale. Ndërkohë, dëmet e shkaktuara në 4 mjetet e tonazhit të rënd janë të konsiderueshme. Edhe një ditë pas ngjarjes, betonierëve të parkuara në vendi ku përfshin nga flakët u dukën qartë gjurmët e djegjes, pasi mjetet janë shkrumbuar pothuajse totalisht.